Jakobi dhe Labani, Zanafilla 29, vargjet kyçe. Kështu Jakobi shërbeu 7 vjet për Rakelën dhe ju dukën pak ditë sepse e donte. Zanafilla 29, vargu 20. Të nesërmen në mëngjes, ja ajo ishte Lea, atëherë Jakobi i tha Labanit, ç'më bëre? A nuk të shërbeva për Rakelën, pse më mashtrove? Vargu 25. Zoti pa që Lea nuk pëlqehej dhe ja hapi barkun, por Rakela ishte shterë. Vargu 31. Shikon që Jakobi mbërriti tek Labani dhe filloi shkolla e tij 20 vjeçare. Perëndia nuk e ndëshkoi Jakobin si me rrufe, por e vendosi te një njeri që i ngjante shumë. Labani mashtroi mashtruesin, dhe brenda kësaj historie ka edhe një zjedh tjetër që dëgjohet qartë. Zëri i Leas, gruas që së donte njeri, dhe Perëndis që e pa. Ky kapitull na mëson dy gjëra: si na formon Perëndia dhe si i sheh ai ata që bota nuk i sheh. Konteksti historik dhe kulturor. Në kulturën e asaj kohe, martesa ishte marrëveshje mes familjeve, dhe dhëndri duhet të pagunte mohar, çmimin e nusës, tek babai i vajzës. Jakobi kishte ardhur pa asgjë, kishte ikur me një shkop në dorë, 32 dhjeta. Prandaj ofroi punën e vet, 7 vjet shërbim në vend të parave. Kjo ishte shumë. Një shërbëtor blije me 30 cikla argjendi, Eksodi 21:32, ndërsa 7 vjet punë vlenin shumë më tepër. Jakobi pagoi çmimin të lartë sepse e donte shumë. Dhe mashtrimi i Labanit u bë i mundur nga zakonet e kohës. Nusja mbulohej me vello të trashë gjatë gjithë ceremonisë dhe hyhej në dhomë natën, në errësirë të plotë. Prandaj Jakobi se dalloi. Dhe justifikimi i Labanit nuk është zakon në vendin ton të japësh më të voglën para së madhes. Vargu 26. Kjo përmban një thik të fshehur. Jakobi ishte pikërisht ai që kishte marrë vendin e të paralindurit. Fjalët e Labanit ishin gati një jehone gjykimit të ne. I vogli nuk merr vendin e të madhit. Perëndia përdori edhe gojën e një mashtruesi për t'i folur Jakobi. Le të ndalemi tek vargjet 1 deri në 14. Pusi dhe guri i madh. Jakobi arriti në një puz me 3 kope dhënsh që prisnin, sepse guri mbi pusi ishte i madh dhe hiqej vetëm kur mblidheshin të gjithë barinj. Vargjet 2 dhe 3. Pastaj erdhi Rakela me dele, dhe Jakobi duke e parë bëri diçka të pazakont, hoqi vet gurin që zakonisht kërkonte disa burra, dhe u iti kopen e saj. Vargu 10. Forcë e dashurisë në shikim të parë. Pastaj e puthi Rakelën dhe qau me zë të lartë. Vargu 11. Lot gëzimi dhe lehtësimi, pas javësh udhëtimi të vetmuar, kishte gjetur familje. Labani e priti me përqafim. Ti je me të vërtet kocka dhe mishi im. Vargu 14. Fillimi ngrohtë, por Labani ishte i njëjti njeri që në kapitullin 24 ishte parë së pari byzylykët e arit. Vini re ironin e vendit. Sërish një pus, sërish një grua që vjen me kope, sërish takim që do të çojë në martesë. Është pothuajse e njëjta skenë e kapitullit 24 ku shërbëtori i Abrahamit gjeti Rebekën. Por ka një ndryshim të madh. Shërbëtori u lut para se të ndodhte diçka. Jakobi jo. Shërbëtori kërkoi shenja nga Perëndia, Jakobi hoqi gurin me forcën e vet. Kjo s'do të thotë se Perëndia s'ishte aty. Ishte, dhe po e drejtonte Jakobin pikërisht tek familja e duhur. Por tregon diçka për Jakobin në këtë fazë, një njeri që ende vepron me duart e veta. Para se të mësoj të lutet, 20 vjet më vonë, te Penieli do ta shohim duke u kapur pas Perëndis me gjithë forcën. Dhe atëherë do të jetë njeri tjetër. Vargjet 15 deri në 20, 7 vjet që dukeshin pak ditë. Pas një muaj, Labani hapi çështjen e pagës, dhe Jakobi tha çfarë donte. Do të të shërbej 7 vjet për Rakelën, bien tënde më të vogël. Vargu 18. Dhe teksti shton fjalinë më të bukur të kapitullit. Kështu Jakobi shërbeu 7 vjet për Rakelën dhe ju dukën pak ditë sepse e donte. Vargu 20. 7 vjet pune të rëndë dhe ju dukën pak ditë. Ky është tematsi i dashurisë së vërtet. Koha e dhënë nuk ndihet si humbje, dashuria e bën shërbimin të lehtë. Kush do me të vërtet s'llogarit orët. Vargjet 21
deri 26, mëngjesi që ndryshoi gjithçka. Erdhi nata e dasmës dhe erdhi mëngjesi dhe teksti e thot me 3 fjalë që godasën. Të nesërme në mëngjes, ja ajo ishte Lea, vargu 25. Përfytyroni qastin, Jakobi zgjohet dhe kthen kokën dhe sheh fytyrën e gabuar. 7 vjet punë për Rakelën dhe në krah ka Leha. Dhe pyetja që bërtiti: pse më mashtrove? Fjala origjinale është Rama, nga e njëjta familje kuptimore me Nirma, fjalën që Isaku kishte përdorur për Jakobin. Vëllai yt erdhi me mashtrim dhe mori bekimin tan. 27:35. Dhe tani shikoni pasqyrën e plot. Jakobi kishte veshur rrobat e vëllait të madh për të dukur si i paralindur. Lea u vesh me velin e motrës së vogël. Jakobi kishte përfituar nga verbëria e një plaku. Jakobi u mashtrua nga errësira e natës. Jakobi kishte thënë: unë jam Esau i paralindur yt. Labani i tha: te ne, i vogli nuk e merr vendin e të madhët. Perëndia e la Jakobin ta shijonte me lëkurën e vet dhimbjen që u kishte shkaktuar të tjerëve. Kjo s'ishte hakmarrje hynore, ishte një mësim. Ç'të mbjell njeriu, atë do të korrë. Galatas 6:7. Dhe korrja s'është dënim, është një pasqyrë. Vargjet 27 deri në 30, 7 vjet të tjera. Labani i ofroi marrëveshje Jakobit. Përfundoi javën e dasmës me Lean dhe merr edhe Rakelën. Për 7 vjet të tjera pune. Jakobi pranoi, 14 vjet gjysej për një grua që e donte. Por vini re çfarë krijoi kjo, një shtëpi me 2 motra rivale, dhe teksti e thot hapur, donte Rakelën më shumë se Lean, vargu 30. Favoritizmi që kishte elmuar shtëpinë e Isakut tani hyri në shtëpinë e Jakobit. Fëmia e favoritizmit u bë prindi i favoritizmit. Dhe kjo do të vazhdojë. Jozefi do të jetë i preferuari dhe vëllezërit do ta shesin. Modelet e pashëruara familjare kalojnë brez pas brezi, derisa dikush ndalon dhe i thyen para Perëndis. Vargjet 31 deri në 35. Zoti pa që Lea nuk pëlqehej. Këtu kapitulli ndryshon zërin. Deri tani kemi parë Jakobin, Labanin, marrëveshje. Tani teksti kthen kokën nga ajo që askush se shikonte. Zoti pa që Lea nuk pëlqehej, vargu 31. Fjala origjinale do të thotë e urryer, e papëlqyer. Gruaja e padashur, ajo ishte mashtrimi i babait, zëvendësimi i motrës e panjohur nga burri i vet. Askush se zgjodhi, dhe Perëndia e pa. E njëjta gjë si me Agarin në Shkretëtir 16:13, Elroi, Perëndia që sheh. Perëndia i Biblës ka një zakon të përhershëm, shikon atë që bota se shikon. Dhe emrat e fëmijëve të Leas tregojnë udhëtimin e zemrës së saj. Ruben, shikoni, një djalë. Zoti pa hidhërimin tim, tani burri im do të më dojë. Simeon, dëgjim. Zoti dëgjoi që s'jam e pëlqyer. Levi, lidhje. Tani burri im do të lidhet me mua. 3 emra, 3 lutje të njëjta. Dua të më doj burri im. Por pastaj lindi i katërti dhe diçka ndryshoi. E quajti Juda, lavdërim, dhe tha: kësaj here do të lavdëroj Zotin, vargu 35. Asnjë fjalë për burrin. Lea më në fund e gjeti gëzimin, jo të dashuria që s'merrte dot, por te Perëndia që tashmë e shihte. Dhe pikërisht nga Juda, djali i gruas së padashur, i lindur në çastin kur ajo pushoi së kërkuari dashuri njerëzore, do të vi linja e Davidit dhe e Krishtit. Fjalët kyçe të kapitullit. Më mashtrove, vargu 25. Fjala origjinale Rama, të mashtrosh, të tradhtosh. Jakobi e përdor për Labanin pas 20 vitesh nga dita kur Isaku e përdori Nirma për vet Jakobin, 27:35. Fjala u kthye, dhimbja që shkaktojmë ka zakon të na vizitojë nga ana tjetër. Jo si hakmarrje, po si mësim që s'mund ta mësojmë ndryshe. Nuk pëlqej, vargu 31. Fjala origjinale Senuha, fjalë për fjalë e urryer, por në përdorim juridik do të thotë e padashura. Gruaja e dytë në dashuri. Bibla nuk e zbukuron gjendjen e Leas dhe pikërisht me këtë gjendje Perëndia vendos syrin e vet. Zoti pa. Vlerën tënde nuk e cakton ai që nuk të zgjodhi, e cakton ai që të sheh. Juda, vargu 35. Emri origjinal Jehuda, nga folja Yada. Të lavdërosh, të falenderosh. Nga ky emër vjen edhe fjala Jud dhe Juden, emri që Lea i vuri djalit në çastin kur pushoi së luftuari për dashurinë e burrit.
u bë emri i fisit mbretëror dhe titulli i Krishtit, luani i fisit të Judës, zbulesa 5:5. Ju dukën pak ditë, vargu 20, shpreja origjinale si disa ditë, ke jamim ahadim, 7 vjet punë të matura si disa ditë. Kjo është gramatika e dashurisë. Koha matet nga zemra, jo nga kalendari. Ai që do, nuk numëron kohën e dhënë. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Lidhja më e fuqishme e këtij kapitulli me Ungjillin është Lea, gruaja që se zgjodhi njeri nga barku i saj, jo Rakelës së dashur doli Juda. Dhe njën nga pleqt më tha, mos qaj, ja luani i fisit të Judës, rënja e Davidit, fitoi për të hapur librin dhe për të thyer vullat e tij, zbulesa 5:5. Pra zbulojmë që nga Juda del luani i fisit. Perëndia e ndërtoi linjën e Mesias përmes gruas së padashur. Kjo është mënyra e tij e përhershme. Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpuruar të urtët dhe gjërat e përçmuara që asnjë mish të mos mburret para tij. E para Korintasve 1:27-29. Nëse ndihesh Lea, i pazgjedhur, i dyti, ai që mbetet, kujto, Perëndia e ndërtoi shpëtimin e botës përmes një gruaje të tillë. Dhe ka edhe një lidhje të dytë. Jakobi shërbeu 14 vjet për të fituar nusën që donte, dhe vitet ju dukën pak ditë sepse e donte. Krishti bëri diçka të ngjashme, por pafundësisht më të madhe. Durimi i tij deri në kryq është çmimi i nusës, pra kishës. Krishti e deshi kishën dhe e dha veten për ta. Efesianët 5:25. Dhe Hebrejnë 12:2 thot se ai për gëzimin që i ishte vënë përpara duroi kryqin. Dashuria e bëri të durueshëm çmimin. Jakobi punoi për nusën, Krishti vdiq për ta. Aplikimi për ne sot. Kur faktari punon hekurin, e fut në zjarr dhe e rre me çekiç, jo për ta shkatruar, por për t'i dhënë formë. Nxehtësia dhe goditjet nuk janë dënim, janë mjeshtëri. Jakobi hyri tek Labani si mashtrues i ri dhe do të dilte 20 vjet më vonë si njeri i formuar. Perëndia e vendosi te farktari i duhur. Nga ky kapitull mësojmë, së pari, Perëndia formon me pasqyra, jo vetëm me qortime. Jakobi e mësoi dhimbjen e mashtrimit duke u mashtruar. Ndonjëherë Perëndia na lejon të përjetojmë atë që u bëjmë të tjerëve, jo për akmarrje, por për të parë veten. Nëse po vuan nga diçka që edhe ti ja ke bërë dikujt, mos ik nga mësimi. Pyet çfarë do të mësoj Perëndia përmes tij. Së dyti, thyej modelet familjare para se ti kalosh. Favoritizmi i Isakut dhe Rebekës kaloi te Jakobi dhe do të kaloi tek Jozefi. 20 vjet dhimbje se ndaluan, vetëm përballja e vetëdijshme e ndalon. Cilat modele familjare të prindërve po i përsërit pa e kuptuar? Emëroi, silli para Perëndisë dhe kërkon ndihmë ti thyesh. Së treti, beso se Perëndia të sheh edhe kur askush nuk të sheh. Zoti pa që Lea nuk pëlqej. Nëse i pa pëlqyer je në punë, i lan jashtë në familje, i harruar nga miqt, Perëndia të sheh. Dhe jo vetëm të sheh, ai punon në jetën tënde pikërisht atje ku bota nuk e shikon. Nga Lea e padashur doli Juda. Së katërti, mëso ta ndalosh kërkimin e dashurisë që s'vjen. Lea kërkoi 3 herë dashurinë e Jakobit përmes fëmijëve dhe nuk e mori. Te i katërti ndryshoi, kësa here do të lavdëroj Zotin. Nuk pushoi së jetuari, pushoi së luturi për diçka që nuk vinte dhe u kthye nga ai që tashmë e donte. A ka ndonjë aprovim njerëzor për të cilin po vuan? Ndoshta është koha ta zvendësosh vështrimin. Së pesti, dashuria e bën shërbimin të lehtë. 7 vjet ju dukën pak ditë sepse e donte. Kjo është prova e dashurisë në çdo fushë. Martesa, prindërimi, shërbesa në kishë. Nëse gjithçka ndihet si barë e rëndë dhe llogari orësh, ndoshta problemi s'është puna, është dashuria që është ftohur. Kërko ta rëndezësh atë, jo thjesht të shtosh disiplinë. Dhe së gjashti, Perëndia punon edhe përmes njerëzve të padrejtë. Labani ishte mashtrues, shfrytëzues, i pandershëm dhe prapë Perëndia e përdori për të formuar Jakobin. Nëse ke sot një Laban në jetë, shef i padrejtë, i afërm shfrytëzues, mos e humb mësimin duke u fokusuar vetëm te padrejtësia e tij. Pyet çfarë po më formon Perëndia në mua përmes kësaj. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Zanafilla 29
Na tregon Jakobin që hoqi gurin e pusit dhe qau nga gëzimi. Na tregon 7 vjet që u dukun pak ditë sepse e donte. Tregon mëngjesin e hidhur, ja ajo ishte Lea. Dhe pyetjen që u kthye si bumerang, se më mashtrove. 14 vjet punë dhe një shtëpi me favoritizëm të trashëguar dhe mbi të gjitha, zërin e Leas gruar që askush se zgjodhi, por që Perëndia e pa dhe përmes së cilës erdhi Juda, e pastaj Davidi, pastaj Krishti. Mbaje mend këtë varg, Zoti pa që Lea nuk pëlqej dhe ja hapi barkun, Zanafilla 29:31. Atë që bota se zgjedh, Perëndia e sheh, dhe shpesh pikërisht aty ndërton gjëra më të mëdha. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush, Zoti ju bekoft.